Kujdesi, parandalimi dhe ndërgjegjësimi janë hapat që shpëtojnë jetë. Ky është mesazhi që u përcoll gjatë aktivitetit të organizuar në Universitetin e Qrem Çabej në kuadër të Tetorit Roz, muaj ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Zyra e Këshillimit të Karrierës dhe Alumni në bashkëpunim me një simbas të infermierisë zhvilloi këtë organizim sensibilizues për studentët dhe stafin universitar me mesazhe informuese, diskutime të hapura dhe shumë solidaritet. Universiteti i Gjirokastrës e Qrem Çabej bashkangjitet luftës për kancerin e gjirit, një sëmundje e cila po shqetëson aktualisht gjithë popullatën. Ne jemi pjesë e kësaj fushate, ndërgjegjësimi për gjitha nënat, motrat, gratë, cilat duhet të bëjnë ekzaminimet e nevojshme për këtë sëmundje për ta parandaluar. Qëllimi i gjithë kësaj fushate është parandalimi i kësaj problematike që është aktualisht në gjithë botën. Ishte mjekja Drita Hine që foli për këtë sëmundje që merr çdo ditë jetë grash dhe vajzash, e cila njëkohësisht e vendosi theksin te diagnostikimi i hershëm. Jemi sot këtu në përfundim të aktivitetit për sensibilizimin e muajit të kancerit të gjirit, për të sensibilizuar kështu të gjitha femrat, nënat, gratë, motrat, për të paraqitur për konsulta mjekësore për çdo problematik të tyre që kanë, me qëllim që të kapet në kohë kjo sëmundje, për të patur një diagnostikim sa më të hershëm, për të kapur në kohë dhe për të trajtuar në kohë, me qëllim që edhe ecuria më mbrapa të jetë e lehtë. Me që thamë jemi dhe në muajin tetor, muajin e ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit, mamografia në spitalin rajonal është falas për të gjitha femrat, pa qenë e nevojshme për të marrur rekomandim nga mjeku i familjes, mundet të paraqiten atje dhe ta bëjnë mamografin falas për ta parandaluar këtë sëmundje në kohë. Vajzat e sektorit të promocionit në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor shpërndan për pjesëmarrësit, fletpalosje me informacion dhe fjongot në ngjyrë roz janë simboli i këtij muaji.